Shoqata humanitare Bereqeti sot ka organizuar aktivitet solidarizues në prag të festave të 28 nëntorit, duke shpërndar pajisje të ndryshme shtëpiake për 45 familje në nevojë në Prizren. Drejtori i shoqatës Bereqeti në nivel vendi, Gjeladin Fazliu, tha se ky aksion ka për qëllim të ndihmojë familjet që përballen me vështirësi ekonomike, duke u mundësuar atyre pajisje bazike që i nevojitën çdo shtëpie. Sot këtu në Prizren do të shpërndajmë për 45 familje gjëra elektrike të shtëpiake, si që në lavatriqe, shporet elektrik, frigorifer, enë, kuzhine, po dhe disa pajisje tjera të cilat i nevojitën i familje. Dhe përzgjedhja e këtyre familje përfituese të kësaj ndihme të kësaj radhe do të jenë kryesisht familje me gjendje të rëndë ekonomike, që në përzgjedh këtu nga dega e Bereqetit bashkëpunim edhe me drejtorinë e mirëqenies sociale që është në Prizren, dhe kryesisht këto familje do të përfitojnë. Gjithherë kjo ndihmë vjen fal donatorëve tonë të cilët i kemi të rregull në shoqatën Bereqeti, që ata na ndihmojnë në forma dhe mënyra të ndryshme. Kësaj radhe kena pa të arsyeshme që t'i ndihmojmë këto familje, këto 45 familje t'i ndihmojmë me këtë ndihmë që është gjëra shtëpiake, elektrike, të cilat janë shumë nevojshme për një familje nevojtare. Para se me i përzgjedh këto familje, kena inspektu me koordinatorin e shoqatës që kemi këtu, zotëri Kurtish Hoxhen, kena inspektu edhe familjet të cilat janë përfituese, që zgjidhen ato familjet që janë ma në ekstrem për këto nevojat këtyre gjërave elektrike. Edhe kryetari i degës së shoqatës Bereqeti në Prizren, Kurtish Hoxhaj, u shpreh se përzgjedhja 45 familjeve është bazuar në nevojat e tyre. Po, sektori humanitar i Bashkisë Islame këtu në Prizren për shoqata Bereqeti, këtë festë apo festat e nëntorit kemi përzgjedhur që t'i gëzojmë 45 familje me mjetë apo me teknikë të bardhë, sipas nevojave të tyre të cilat do thotë i kanë. Neve paraprakisht kemi shkuar, kemi vizitu familjet, kemi pa gjendjen e tyre, ku jetojnë, si jetojnë dhe çfarë kanë mungesë, dhe pastaj kemi bërë do thotë listën për zgjedhjen e familjeve të cilat janë për lavatriqe, për shporet elektrike apo edhe për frigorifer, dhe janë familje të kategorive të ndryshme, duke përfshirë veteran, familje me fëmijë tim, nënave të ushqyese, raste sociale nga komunitetet, kështu që jemi mundu pak a shumë i prek gjitha shtresat kësaj radhe, por shpresojmë që me aktivitetet të tilla ne të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Ndryshe, shoqata Bereqeti do të vazhdojë edhe në të ardhmen me qëllim që sa më shumë familje të marrin ndihmën e duhur dhe të ndihen të përfshira në atmosferën festive të 28 nëntorit.